Zoti kryetar, zonja ministre, besoj edhe në mënyrë të shtirur, po deri diku e zbatove porosin që do duhet mbrojt Belinda Balluku, sepse ndryshe do të marrë me vete. Nuk është sajes as e opozitës, as e mediave ndërkombëtare korrupsioni i qeverisë tuaj. Nuk është sajes fakti që raporti i dorëzuar në Komisionin e Jashtëm Parlamentit Evropian thot krejt të kundërtën e asaj që juve sapo thatë tani. Dhe nuk është drafti ende finali i komisionit, por është drafti përgatitur nga përfaqësuesi i partisë si motor tuaj në Parlamentin Evropian. Po, dhe thot tërësisht të kundërtën e saj që thua ti. Thot që ka probleme të madhore me korrupsionin, thot që ka probleme madhore me ndërhyrjen e qeverisë në pushtetin gjyqësor, thot që ka probleme madhore me mosbatimin e vendimeve të gjykatës kushtetuese. Dhe gjitha këto probleme që evidenton edhe raporti i Parlamentit Evropian nuk tregojnë progres, po tregojnë regres. Dhe do t'ishte në nderin tuaj që t'ishit objektive. Unë ju kërkova t'i informoni Kuvendin mbi konkluzionet e grupit Koela. Pse nuk fleti për këtë? Pse nuk fleti? Pse nuk i informon ti Kuvendin se çfarë ka ndodhur në mbledhjen e para 2 javëve në vlerësimin që është bërë Shqipërisë në hapat që ka përpara në procesin e integrimit? Apo të kanë dhënë detyrën duhet me mbrojt me zorë në mënyrë të shtirur Belindën dhe ti merr fjalën këtu tani dhe thua keni sa ju akuzat për Belindën. Nuk e kemi akuzuar ne. E ka akuzuar prokuria e posaçme, ylli i reformës në drejtësi, që është SPAK-u, që ka abuzuar me 11 projekte publike me vlerë 1.1 miliard euro. Tani përgjigju, do ja hiqni imunitetin apo do ktheheni në bunker të zyrtarëve të lartë të korruptuar? Fjalën e ka zoti Taulant Balla. Po, ministrja, ndjes zoti Balla. Unë nuk jam informuar se për cilat mbledhje keni ju fjalën. Ju si duket keni më shumë informacione se ç'bëhet në përtryezat e diskutimit të BE-s, se sa ato që ne i kemi si fakte. Nuk ka asnjë raport përfundimtar të Koelës mbi këtë çështje. Ka diskutime, pa diskutim edhe në Parlamentin Evropian, edhe në Komisionin Evropian dhe kudo dhe ne bazohemi te raportet që ata nxjerrin. Jo te konkluzionet që doni të nxjerrni ju mbi reformat apo çështjet në Shqipëri. Dhe jo vetëm që s'ka mbrojtje të askujt dhe s'ka këtu askush ka marrë detyrën të mbrojë kënd, sepse s'ka nevojë për mbrojtje, se as akuzat i bëjmë ne, as në gjykat mund t'i mbrojmë ne, dhe as institucionet e pavarura siç i shihni i kontrollojmë ne, se për herë të parë në historinë tonë kemi disa institucione të cilat mbajnë përgjegjësi për vendimet e tyre dhe ne me këtë çështje nuk përzihemi. Ajo që ne shohim është raporti i progresit i Bashkimit Evropian, që si duket nuk e keni lexuar. Raporti tani draft, jo i shokut ton të partisë siç thatë ju, po i raporterit për Shqipërinë, po i partisë si motor, thatë, duke nënkuptuar që është një komrad joni në Parlamentin Evropian, dhe komrad tanët në Parlamentin Evropian ju i keni shpallur të gjithë nga i parit e i fundit, sa herë që një raporter ka ardhur në Shqipëri dhe ka analizuar situatën politike, sa herë që nuk ka qenë në favorin tuaj, që ta shpallte Shqipërinë narkoshtet, që ta shpallte Shqipërinë vendin e grupeve kriminale, që ta shpallte Shqipërinë Kolumbinë e Europës e të tjera epitete dhe krahasime që i vini ju dhe nuk ekzistojnë askund tjetër, ju ata i keni shpallur shok partie dhe komrad Parti Socialiste. Tani raporteri për Shqipërinë ka bërë një draft raport i cili do t'i paraqitet grupeve parlamentare, do t'i paraqitet Parlamentit Evropian dhe t'jeni të sigurt që ai draft që është i konsultuar me gjitha grupet këtu, edhe me ju besoj, kanë bërë takime, do jetë edhe drafti që do miratohet, siç është miratuar çdo vit dhe ku del qartësisht që Shqipëria vit pas viti bën progres. Tani ne presim edhe raportin i bar, apo jo?
që është raporti i themelorëve, se Jorida i di se mban komunikim të përditshëm me ta, është e shqetësuar për çështjen e pengesave që po i dalin Shqipërisë në rrugën e saj, po ju them, asnjë njeri, asnjë çështje, asnjë grup, asnjë parti, as Molotovët, as Tymi, as ne vetë që na sheh këtu, nuk e mbajmë dot peng këtë proces, i cili është një vokacion kombëtar i Shqipërisë, është një përpjekje e madhe institucionale, e cila është e përputhur jo vetëm me vullnetin, por dhe me kapacitetet tona në procesin e antarësimit, dhe ju mund të rrini të qetë se ne do ta shtyjmë përpara këtë proces, do t'i dalim për zot që kemi thënë, dhe do t'i mbyllim negociatat teknike me Bashkimin Evropian brenda vitit 2027. Replik, zoti Bardhi. Dhe zonja Tabaku. Spari është shumë e shëmtuar që një zonjë ngrihet në parlament dhe deformon fjalën time edhe vë në gojë epiteti që unë nuk i thash në asnjë moment për raporterin për Shqipërinë. Thash është drafti i përfaqësuesit të partisë tuaj si Motër, që nuk ka reflektuar deri në këtë moment të gjitha qëndrimet e grupeve parlamentare në Parlamentin Evropian. Dhe vetë ky draft flet tërësisht për të kundërtën e kësaj që ju shitët përpara opinionit publik. Nuk flet as për reforma, as për përparim, as për progres, sigurisht flet për një gjë që bijem dakord gjithë, që duhet mbështetur integrimi europian i Shqipërisë. Mirë po, integrimi europian i Shqipërisë, zonja ministre, nuk realizohet dot me ato që kryeministri i Shqipërisë i ka lënë si detyrë në mbledhje grupi, ku ke qenë dhe ti, që t'jenë lëkur këpuce për spakun. Kështu i ka thënë 83 mandateve të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, shprehimisht i ka thënë, ju të gjithë do t'jeni lëkur këpuce për spakun. Dhe ata që shndrojnë kuvendin në lëkur këpuce për spakun, nuk mund të çojnë dot asnjë hap para procesin integrimit, e çojnë vetëm hapa prapa. E sa për informacionin e mbledhjes së grupit Koela, nëse s'ka informuar ambasadori jon atje, do të thotë që ka kryer një shkelje shumë të rëndë disiplinore. Mirë po unë di që jo vetëm të ka informuar ty, ka informuar dhe kryeministrin, ka informuar edhe presidentin e Republikës. Thjeshti nuk e guximin, vishtu dhe të thuash atë që është e vërteta, që ju me rastin Balluku po pengoni procesin. Zonja Tabaku, replik. Faleminderit zoti kryetar, ky nuk kap se të jetë një debat personal ndërmjet individëve këtu, po ky zonja ministre duhet të ishte një debat dhe një raportim edhe nga ana e qeverisë shqiptare për procesin e integrimit. Sot ndodhemi në një moment shumë të vështirë dhe nuk e prish procesin unë që komunikoj e ngresh shqetësimet që ka sot Shqipëria. Procesin e prishni ju që nuk zbatoni ato detyrime që keni ndërmarrë përsipër. Draft raporti i prezantuar nga zoti Shider, i cili është një mik i nderuar i Shqipërisë, që të gjithë ne kemi pas mundësinë që të flasim e të takojmë, ju thot në mënyrë të qartë, lufta ndaj korrupsionit është rruga kryesore për të shkuar në Bashkimin Evropian. Ashtu siç raporti Koelës që ju keni lexuar, unë kam lexuar, ju thot që pengesa më e madhe sot është mbrojtja politike që ky parlament po i bën mandatit të zëvendës kryeministres. Për këtë nuk kam asnjë faj unë, për këtë e keni ju që po e mbroni, që 2 muaj po e tërhiqni zvarr, që 12 vite i gënjeni shqiptarët me shishe shampanje me dekorata falso në një proces që duhet ishte kryer që në 2013. Nuk ka asnjë vend në rajon që ka pas rekordin negativ që ka Shqipëria. Këtë duhet ta keni faj turpin ju, faqen e zez ju, që i keni detyruar shqiptarët sot largohen, vetëm se këtë proces e mbani peng të interesave politike, e mbani peng të korrupsionit, e mbani peng edhe të krimit organizuar. Për këtë e ka fajin vetëm qeveria shqiptare. Opozita deri ditën e fundit do të bëj rolin e saj, do të kryej detyrën e saj dhe do të informoj çdo ku ka mundësi dhe sido për çdo gjë që ndodh në këtë parlament dhe për te këtij parlamenti. Faleminderit. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Ministre, doni të përgjigjen? Po, ministre. Në kryetarit grupit.
Zoti Balla, fjala për ju. Replika jepet me njerë, s'kemi qa bëjmë. Mos përmend një emra që kemi mundësi të ecim më shpejt. Se kam për ju. E para, nuk ka ndonjë raport në Parlamentin Evropian, ka një rezolut që është e përvitshme, që bëhet nga Parlamenti Evropian, nga raporteri, mbi bazën e gjetjeve të raportit Komisionit Evropian. E me që e thatë këtë dhe hytë në këtë se s'kisha fare ndërmend flisja, është drafti i paraqitur i rezolutës në vlerësimin tim se sapo po e krahasoja me vitet e paraardhëse, është përsëri më i miri ndër shumë vite. Sepse e para dhe filloj të citoj, hapthojzat, vlerësohet progresi arritur në procesin e integrimit. E dyta, konfirmohet avancimi i vendit në hapjen e të gjithë grup kapitujt negociatave dhe nënvizon se rruga drejt mbylljes negociat deri në fund 2027 padyshim që do të varet nga zbatimi i reformave për të cilat jemi të angazhuar dhe në funksion të asaj që tha kryetari i Komitetit Politikave të Jashtme në Parlamentin Evropian, ftesa jonë për të adresuar pikën tjetër që vjen, që është polarizimi të iskajshëm i diskursit politik dhe i nevojës për të adresuar të gjithë së bashku prioritetet kryesore, reformat kryesore, ua kemi thënë dhe e përshëndes faktin që Partia Demokratike, grupi parlamentar i saj dhe partitë e tjera të përfaqësuara kanë reflektuar pozitivisht sa i përket punës së përbashkët që duhet bëjmë në dy komisionet e posaçme të reformave, reformën zgjedhore dhe atë territoriale. E dyta, për të mos humbur kohë me këtë. Sot është një ditë e rëndësishme për politikën e jashtme të Shqipërisë. Ndoshta do të kishte qenë mirë që ju t'i kërkonit ministres jashtme programin e mbledhjes së parë të Bordit Paqes sot në Washington. Prej orës 8:38 minuta me orën e Washingtonit, që i bie diku rreth orës 14:38 minuta në orën e Shqipërisë, çel punimet për herë të parë ky Bord i Paqes, iniciuar nga presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump, ku kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nderin e madh të përfaqësojë Shqipërinë dhe sigurisht të jetë përzgjedhur si një ndër folësit kryesor sot në takimin e Bordit Paqes.